Vatra promovon veprën Kryqëtari i fundit të Virgjil Kules. Federata Panshqiptare e Amerikës Vatra në bashkëpunim me Qendrën Kulturore Nën Tereza të Kishës Katolike Zoja Shkodrës promovoi veprën Gjergj Kastrioti Skënderbeu, kryqëtari i fundit i diplomatit dhe gazetarit Virgjil Kule. Me pjesëmarrjen e studiuesve, historianëve, diplomatëve, gazetarëve, printarëve të çështjes kombëtare në mërgatën e Amerikës, në fjalën e mirëseardhjes, famultari Dom Pjetër Popa i vlerësoi librin si një kontribut të rëndësishëm historik për shqiptarët dhe historiografinë kombëtare. Sekretari i Vatrës, doktor Pashko Camaj, përshëndeti në emër të kryetarit Zodit Elmi Berisha, nën kryetarit Alfons Grishaj dhe kryetarit Këshillit Kolecëndoje. Doktor Camaj veçoi seriozitetin e punimit dhe pasurinë e fakteve të sistemimit të dokumenteve që i paraqiten lexuesit në punim. Gazetari i shquar i Zërit Amerikës, Frank Shkreli, në fjalën e tij theksoi se konsideroi këtë një promovim, një ngjarje me rëndësi bashkëkohore mediatike jo vetëm në New York, në Amerikën e Largët, por një ngjarje interesi historik për botën shqiptare në përgjithësi. Historiografia shqiptare moderne kishte nevojë për një libër të tillë të mirë dokumentuar, duke marrë parasysh burime të reja të vlefshme, po të pazbuluara deri tani, e që kërkuesit shkencore historianët si Virgjil Kule i kanë dispozicion për një vepër si kjo kushtuar Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Gazetari i Zërit Amerikës Jack John Leka në fjalën e tij theksoi diplomacinë e Skënderbeut në 26 vite, ku veçoi lidhjen me 5 papë të Vatikanit, fuqinë diplomatike e politike të Skënderbeut. Zoti John Leka në fjalën e tij rënditi kontributin e paletit doktor Atanas Kege Fanolit Kristofrashit mbi veprën dhe jetën e Skënderbeut. Historiani doktor Paulin Marku theksoi se ky libër sjell nga Zoti Kule me burime të ndryshme arkivore që japin një substancë thelbësore trajtimit të figurës Gjergj Kastriotit me referenca përkatëse, interpretime të shumta në fusnotë. Përmjet këtij libri i ribotuar në disa herë, jep lexuesit shqipfolës një studim cilësor dhe përmbajtësor. I rënditur me numër progresiv vit pas viti sipas ngjarjeve të rrethanave në këtë libër, sipas historianit doktor Marku, jepen të dhëna për mbledhjen e kuvendit Bestlisë së Lezhës në kishën e Shënkollit, rregullat që vendosën princat shqiptar në shpalosjen e planit diplomatik, ngritja e fondit për Pashkët dhe gjenden shumë të dhëna të tjera të aspektit financiar dhe të ripërtëritjes ekonomike. Sipas autorit Kules, Skënderbeu ishte i njohur si mirë i dinamikës së konjunkturave të kohës. Politologu A. Kriqipa në fjalën e tij theksoi se humjet dhe mosnjohjet në fashat trashëkohore historike të së shkuarës sonë si popull plotësohen dhe duhen plotësuar me vazhdim, si autori tregon, dhe qartësinë metodologjike të tij, duke theksuar se libri është ndërtuar nëpërmjet metodës chronotopike. Libri i autorit Kule ka dy elementë realizmi brenda vetes. Doktor Afrim Shabani në kumtesën lexuar nga Nancy Kajo shprehet se rësia metodologjike që sjell Kule është ndërtimi i një lojtari diplomatik të veprimtarisë politike dhe ushtarake të Skënderbeut. Kjo është arsyeja pse ai mbetet i fundi ndër kryqëtarët dhe i pari ndër ne, thekson ndër të tjera doktor Afrim Shabani. Autori Virgjil Kule në fjalën përmbyllëse dhe përshëndetëse tregoi detaje nga jeta dhe veprimtaria e Skënderbeut, rrugtimin e tij politik e diplomatik, organizime ushtarake, marrëveshje, makinacione, kuriozitete, letra diplomatike, lidhje të fuqishme me aleancat dhe betejat e Skënderbeut përgjatë sundimit të tij. Skënderbeu ishte i politikanizuar, i mençur dhe shumë i organizuar, theksoi Kule. Në fund të promovimit përshëndeten takimin patriotët e Mërgatës, Nuadin Seci, Marian Cubi, Tom Mriaj, Gania Pasi dhe Bashkim Shehu.